Lungomare do të përfundojë në muajin maj, por jo plotësisht. Ky ka qenë lajmi i bëri ditur kohë më parë nga shefi i operacioneve pranë delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Është sqaruar se punimet do të përfundojnë në fillim të majit, deri në zonën e njohur si Rapi. E sipas qytetarëve, Lungomare tashmë po ecën fluturimthi. Projekti është tashmë në fazën përfundimtare, por pavarësisht kësaj, ende ka detaje e punime të papërfunduara. Qytetarët, edhe pse entuziast lidhur me investimin, shprehen se edhe pse janë shtyrë disa herë afatet për përfundimin, kjo pritet të ndodhë sërish, pasi, sipas tyre, për 10 ditë që është dhe afati përfundimtar, nuk ka gjasa të përfundoj asnjë punim. Megjithatë, ata theksojnë se ky është një prej investimeve më madhor të qytetit, e shumë i domosdoshëm për turizmin. Shumë mirë, ja, në punë janë të tërë ata, po punojnë. Mirë, deri në shi diku mirë është apo jo? Do tani mirë i këtë. Ashtë një përgjithësi ne nuk kemi asë inxhinjera, asë... Mirë, deri në shi diku mirë, ata që janë, ata për të edin ata cilësinë. Varet në... si do vazhdojnë punimet, po vazhdojnë kështu si që kanë, po do mbaroj. Në shi se dim që ato bëhet, ata edin. Po, sa më parë më mirë është edhe për popullin edhe se ka rrugë, ka televizje, bukuria është janë të tëra se erdi sezoni. Dhe tani mirë është. Sikur të avancoj pak më mirë, puna më shpejt më mirë është, se sa ka tani, ka dhe pengesa, ka janë gjëra që po thuaj se këta punojnë s'kanë qenë, nuk kam pa në një shtesë punëtorëshe. Ditë për ditë ta ka qenë qa shikoj. Tani, po ju vu forcat, përfundon. Tani varet si do. Po ta që me pak avash, po që punën do venë ati ku duhen, do marrë se s'bëm, për 10 ditë do të marroj. Marrojnë të ashi. Dhe e presë. Po në me shpresë arrojt. Ja që se ti s'ke shpresë në jetë edhe unë s'kam. Kjem baba jotë. Shumë mirë. Punimet janë normale dhe shpresojmë të mbarojnë sa më shpejt. E themi të vazhdoj kryeministri ta marrë edhe një herë tjetër që të përfundimisht. Po, tash është punë e madhe, nuk është punë e vogël. Për neve... Po, shpresojmë. Në Lungomare, punimet e firmeve kontraktore po punojnë në disa fronte. Teksa ka përfunduar asfaltimi i parë i djakseve rrugore e i dytë pjesërisht. Në parkime, korsi bicikletash, po punojnë gjithashtu. Grupe pune janë edhe në zonën e Rapit, ku punonjësit e firmës janë duke mbyllur kanalizimin e sistemimin e fundit. Gjelbërimi ka ecur gjithashtu, ku ka përfunduar pjesa më e madhe e tij. Ndriçimi duket se do të jetë detaj i cili do të vendoset i fundit.